që mund të shtyjnë përpara agjendat caktuara? Ne presim gjithmonë, apo kemi pritur gjithmonë që çështjet tona t'i zgjidhin ndërkombëtar. Me një foto ne shtym një 6 muaj. Bëj foto ai me një ambasador apo me një njeri dhe shtym një 6 muaj me atë. Se kështu është mbërmos ky popull këtu. Kështu e ka, domethënë, ky lloj gjithmonë duke pritur godon. Po, ky lloj ushqimi është dhënë. Rama në asnjë moment nuk e ka të lehtë për sa i përket drejtësisë. Është e kuptueshme që ndërkombëtarët më tepër kanë çështjen e kartelit drogëve. Dhe po ta veni re, sa herë ka pas një lëvizje të spakut apo thirrje në Amerikë, gjithmonë ka ndodhur një veprim. Dhe një nga veprimet që ndodhi kësaj radhe ishte arrestimi i Erbis Matës. Kjo ç'lidhje ka me të që po flisim? Po sepse mos harroni që të gjitha aferat, të gjitha lejet janë dhënë nga Rama, më duket. Edhe kjo që është këtu te ekspozita Shqipëria sot, nga Rama është dhënë ajo leje. Një vizitor që Erbis Mata. U hyn tek e gjitha tek piktura politike kjo? Po patjetër për ne po them që hyn tek piktura politike për të vetëm arsye sepse këta janë të lidhur të gjithë kullat që bëhen në Shqipëri janë me lek droge apo. Se nuk ka biznesmen. Se janë biznesmen partish, janë oligark partish. Këta nuk janë biznesmen, se nuk mund të bëhesh në mënyrë kategorike, nuk mund të bëhesh miliarder brenda një 30 vjeçarit pa pasur asgjë në xhep. Pa pasur asgjë në xhep nuk mund të bëhesh. Ju po thoni që po futet krahu ekonomik. Po patjetër. Dgjoj. Do të kuptoni një gjë që politika shpreh koncentrimit ekonomik është nuk është asgjë më tepër. Nëse ti godet ekonominë, politika ikën mbaron. Pra, këtu po goditen, dhe kjo lloj strategjie është strategjie ndërkombëtare, por ka i problem që ne shqiptarët nuk presim dot. Nuk presim për një arsye sepse na ka ardhur tika aty ku s'mban më. Dhe kjo është mos e vërtet. Dhe këtu është gjithë problemi që a presim dot ne strategjinë që kanë ata. Mos harrojmë se Gjermani për shembull ka dosjen e call centrave. Po ke dosje call centrave që kanë Gjermani është vllai kryeministit në listë parë. Gjithë goditjet që po bëhen për call centrat po bëhen qoftë nga Italia, qoftë nga Franca, qoftë nga Gjermania apo jo. Xibraka ishte në fakt gjitha dosjet që Spaku ka finalizuar nga jashtë kanë ardhur transkriptime. Pikërisht pra këtë po them që mirë po ndërkombëtarët tani kanë atë strategjinë e tyre. Nuk kanë strategjinë tonë. Problemi është ky Spaku ka vepruar, nuk ka vepruar. Ky Spaku në momentin kur ju hodh poshtë kërkesa për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut, Spaku kishte të gjithë materialet në dorë për akuzë tjetër. Dhe Spaku nuk mori kurajën që ta merrte dhe t'i dërgonte rishtas shkres për një akuzë tjetër për Belinda Ballukut. Kjo tregon që edhe Spaku nuk është koherent me situatën apo me dëshirën. Ndoshta kanë marrë çik zemër tani që u kthyen nga Amerika. Po sa herë janë kthyer nga Amerika? Jo, flas për këtë të riu. Se këta Amerika nuk kanë nevojë të shkojnë në Amerikë, se Amerikën e kanë aty, për sa kohë fobia është aty. Nuk kanë nevojë të shkosh në Amerikë. Në Amerikë ta shkojnë japin llogari, pse nuk i bëjnë më? E kuptoni apo se kuptoni? Po ky generali që do vin tani, mendoni që do i shtyj përpara? Po një herë ta provohet një herë, gjëja e parë. Kaloj një herë. Pastaj diskutojmë a do shtyj përpara apo do shtyj mbrapa. Po si duket ai me sa kam lexuar dhe këta ekspertët më shumë ka ardhur për një rol rajonal se sa vetëm brenda Shqipërisë. Një staturë e tillë.